fajet i kanë ata që nuk ofrojnë emra. Do të thotë dhe emra në këtë rast nuk kanë ofru opozita, përkatësisht partitë më të mëdha opozitare që janë PDK-ja dhe LDK-ja. Dihet domethënë me iniciativë të kryeministrit Kurti disa herë edhe para se të shkojë çështja në kushtetuese dhe pas saj ka pas takime me iniciativën pra të kryeministrit, mirë po fatkeqësisht nuk ka pas ndonjë lëvizje sa i përket çështjes së presidentit nga partitë opozitare. Ato nuk kanë dhënë asnjëherë asnjë emër në mënyrë që ai emër të diskutohet, të shihet a është i pranueshëm edhe për spektrit të pozitës pra. Pozitar, se ka shpikni. Pozitar. Pushtetit, po. Pushtetit, normal. Dhe në këtë rast kanë ngecë situata, sikur PDK-ja ose LDK-ja ta jepnin një emër, apo dy emra në këtë rast, sepse duhen dy vetë që të ketë garë në mënyrë që të hihet në proces, atëherë sigurisht që procesi do të ecte vetë përpara. Po edhe Abdiqiko dhe Hamza kanë thënë që vetë Kurtin ka qenë ai që nuk e ka lejuar as t'japin emra. Po jo, ata Kurti disa herë ka thonë bimin e emrat. Kuptimin e emra për të votuar, ja emra për ta bërë quorumin. Jo, publikisht ti nuk mundesh mi thonë 66 deputetëve të pozitës mi thonë që ku i keni emrin votoni edhe mos bani za. Ata normal se ajo çështje duhet mu diskutuar. Jo, mos bëzo, jo, po me votu. Duhet më shiku a është disponimi. Albini sot diçka tha tjetër, kësi diçka tjetër për këto që po thuat. Po tash unë s'kam marrë më fol ato që i thot Albini. Unë kam marrë mi fol nga mendimin e pamvoll. Mendimet e mia. Po, jo, është vërtet se përndryshe nëse do vinte çfarë do thoshte Albini, do duhet ta pyeste vetvendosin për të ardhur. Kështu që Viki funksionon si autonom total. Tash në këtë rast, domethënë sikur opozita ti jep të emrat, ato të diskutoheshin, se normal duhet me pa edhe sentimenti i deputetëve të pozitës, a është pro atyre emrave apo nuk është. Mund të mos jetë, pastaj kalohet në disa emra të tjerë derisa të gjendet kompromisi. Normal që ky proces duhet të jetë kompromis, pasi që në sallë duhet të jenë 80 deputet. Dhe për të qëndruar ata në sallë, normal që duhet të binden të dy palët dhe procesi të përfundojë. Fatkeqësisht kjo nuk ndodhi dhe unë mendoj që po, mirë po është vërejt një sinkron, vish pak se deshta më shtuar diçka. Është vërejt një sinkron i partive të opozitës, PDK-s dhe LDK-s, të cilat janë tërheq nga ky proces të njëjtën ditë. Unë besoj se këtu janë marrë vesh dhe këtu janë friksuar njëra tjetrës, mos njëra po hyn në negociata tamam me Kurtin dhe mbet tjetra në opozitë. Dhe kjo është, domethënë, vërejt sinkroni, pasi që kjo ka ndodhur të njëjtën ditë, pra ka ndodhur dje, të hënën dhe kjo është tamam marrëveshje ndërmjet